Kjo është e keqja që po bjem nga gropa në grop, domethënë dhe po I quajmë fitore. Ky është problemi shumë I madh që ka opozita shqiptare. Në përgjithsisht gjithë ata të cilët nuk duan që Rama të jetë më kryeminist dhe kanë besimin ose ndjekin mbrapa PD-n. Ajo që mendojmë kësaj radhe është fakti që PD-ja realisht Berisha, po jo vetëm Berisha, po edhe gjithë ata që janë brezi vjetër I PD-s, duke filluar në Klamurnok, Jozefina Topalla dhe gjithë të tjerët, duhet të largohen nga PD-ja. Duhet të largohen. Tani do largohen vetë apo do I detyrojnë votuesit të largohen, kjo është pikpyetja. Nëse largohen vetë, mund të jepet një shans PD-s që të konkurrojnë në 2029. Nëse nuk largohen vetë dhe do presin votuesit, pra të detyrohen me votë që mos shkojnë, do të presim 2029 që të jetë një ripërsëritje, një déjà vu e kësaj që shikojmë, që PD-ja të rrëshqasë akoma dhe më tepër, nga 30% shkojnë në 15%, 10-15% dhe këta automatikisht të dalin në parlament, sepse nuk I voton më njëri. Por kjo I bie që të fitoj prap Rama në 2029. Dhe kjo është pikpyetja e madhe e PD-s. Ka një narrativ, domethënë unë personalisht edhe kur kam qenë vjet bilet u bë një vit që kur folëm për zgjedhje thash PS-ja prap ka për të kapur 800.000 vota, diaspora ka për të votuar PS-n. Këto janë, domethënë këto ishin aq të kuptueshme që vjet, domethënë mënyra se si po shkonin gjërat, sa këto zgjedhje ishin si tip monotonie, domethënë asnjë gjë në ato që cilat nuk pritej. Dhe kur ti e shikon se si po ecin gjërat dhe kur ti kritikon dhe I thua atyre të PD-s, ora duhet ndryshoni sepse nuk fitohet kështu siç e keni të rrugë, të fillojnë të thonë mos bëj opozitën e opozitës. E kupton? Domethënë kjo nuk ka kuptim. Mos bëj opozitën e opozitës, çfarë të bëj unë më tepër? Domethënë, unë shikoj që ti je duke siç e tregoj aty, domethënë ti je duke rënë në një grop e të them, mos ec në drejtim se ke për të rënë grop. Edhe kur ti bie në grop, më thua mua, po ti pse s'merresh me atë që hapi gropën? Ora unë merrem atë që hapi gropën, po ty thash mos u fut në grop. Domethënë, janë ca që as nuk duan të korrigjohen, as nuk duan të ndryshojnë kurs, as nuk duan të bëjnë asnjë gjë ndryshe nga ato që kanë bërë gjithë këto vite përplasje elektorale me Ramën dhe vazhdimisht andru elektoral. Dhe vazhdimisht për të shmangur përgjithësisë thonë që na u vozën, na u bën etj. Domethënë opozita është futur në rreth të mbyllur në të cilin unë kam përshtypjen që e ka shumë të vështirë dalë, nuk kam shumë shpresa të PD-ja që ta rimarri veten deri në 2029. Por nëse largohet Berisha, ju përmend disa herë pra më lart Noka, Vokshit e tjerë që nuk kanë dalë më përveç Nokës këto ditë domethënë të tjerët, por me largimin e Berishës do jetë më vështirë ndoshta edhe largimi I frymës berishiste, pra I gjithë tyre emrave të kupolës që janë në çdo institucion partijake kanë fjalë. Si do pyetja është, a mjafton vetëm largimi I Berishës që është e pamundur, por në një skenar. Jo, është e para një herë Berisha nuk jep dorëheqjen, e ka treguar, nuk ka dhënë ndonjëherë dorëheqjen. Domethënë kur nuk ka dhënë dorëheqjen u detyruan njerëzit në 97-ën të merrnin armët për ta detyruar që të jepte dorëheqjen. Dhe në 2013-ën ishi një katastrofë elektorale që u duk sikur dha dorëheqjen, por praktikisht me saktimin e Bashkës ishte ai që drejtonte brapa kujtave, pra realisht nuk e ka dhënë dorëheqjen ndonjëherë. Kryetari. Gjithmonë ka qenë aty, gjithmonë ka dashur të komandojë, ashtu e ka tipin që të gjithë e dinë. Problemi nuk është vetëm tek Berisha, po është berishizmi. Domethënë berishizmi tashmë është ngjashëm me enverizmin që ka qenë dikur. Këta që janë, domethënë njerëzit që janë aty, ajo një pjesë e madhe janë transformuar, nuk janë më demokrat. E quajnë veten që janë demokrat sepse duan Berishën. Domethënë e lidhin demokracinë me Berishën. Berisha është legjenda, Berisha është udhëheci ynor, legjendar, thuaj ti si duash, dhe nuk ka kuptim të thonë që të largohet apo të ashtu sepse demokracia vetë është Berisha. Domethënë ky nivel
idhujtarie i ngjashëm me atë të enverizmit është pothuajse i njëjtë në PD dhe ekziston një mas të madhe në PD.